Shumë herët, në kohët e lashta, ka jetuar një mbret të cilit për pushtetit që kishte arritur i pëlqente vetja e vet. Pas vdekjes së babait të tij, sapo mori fuqinë dhe pushtetin, filloi t'i dënonte të gjithë ata që besonin krijuesin e gjithësisë, Allahun e madhëruar. Të gjithë dietarët i vrau, me përjashtim të disave që arritën të fshihen e të largohen nga mbretëria e tij. Mbreti Xhahdun, se kështu e quanin, preferonte ta thërritnin Zot. Kështu që mori rreth tij shumë njerëz të këqij. Ndërta ishte edhe magjistari Shejtun, i cili i shërbente mbretit me magji që njerëzit ta kishin frikë. Pasi kishin kaluar 20 vjet, magjistari u plak dhe mbreti shpalli një konkurs në mbretërinë e tij. Djali që do të fitonte bëhej zëvendësuesi i magjistarit menjëherë pasi ky magjistar të vdiste. Fituesi i konkursit doli një djalë mjaft i zgjuar, i quajtur Wahda. Kështu që vinte çdo ditë në qytet për të mësuar magjinë. Një ditë u përball në udhë me një rrethanë për të cilën nuk kishte mësuar më parë. Cilën rrugë të zgjedh tani? Ej, lepur, prit, mos ik se po vi pas teje. Më prit lepurush i vogël. Pasi kështë rrugë më ishte. Prit! Prit! Ah, sa lepurush i shpejt që qenke. Ah, sa lepurush i shpejt që qenke. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kush është në shpellë? Kush është aty? Eja branda e mos ki frikë. Më thuaj më birë, si arritet të vish në këtë vend të braktisur, pa më thuaj. Isha duke shkuar rrugës për në qytet. Në qytetin e mbretit Xhahdun, i cili është zullumqar? Njerëzit e quajnë Xhahdun. Unë nuk e di, është zullumqar apo jo. Mirë më birë, por emrin tënd nuk më the. Si quhesh? Me quajnë Waddah. Të gjithë njerëzit më njohin mua. Unë jam ndihmësi i magjistarit Shejtun. Si? E shtë lidh ty me magjin dhe magjistarët në këtë mosh, sa shumë ka ndryshuar qyteti. Shejtuni, magjistari i mbretit, organizoi një konkurs për të zgjedhur magjistarin e ardhshëm të mbretit. Në ato konkurs fitova unë, dhe tani jam ndihmësi i tij.
Në qytet jepen mësime për magjin, sa shumë ka ndryshuar qyteti, që nga koha kur jam larguar prej tij para 20 vjetësh. Aso kohë mbreti urdhëroi vrasjen time, sepse besoja tek Allahu dhe jo tek ai. Magjia të bën të besosh se disa gjëra të duken të vërteta. Përse u largove nga qyteti? Biri im, unë në kohën e mbretit Abdun, babait të Gjahdunit, isha gjykatës. Atë kohën e gjykoni me ligjet e Allahut. Allahut gjithësisë dhe me kushtetutën e tij të pastër. Çdoje të thoje me fjalën Allah. Allahu biri im është krijuesi i gjithësisë dhe drejtuesi i gjithçkaje. Ai ka krijuar qiejt, ka krijuar yjet, po ashtu ai ka krijuar gjallësat dhe sendet. Nuk ka zot tjetër të adhuruar me merit veç Allahut. Shiko, o njeri i mirë, shumë njerëz e kanë pranuar thirrjen e mbretit Gjahdun për ta adhuruar atë si Zot. Pa më thuaj më birë, çfarë ka krijuar mbreti që t'jetë Zot? Marrja e pushtetit mbi ata njerëz nuk e bën atë Zot mbi ta. Ndërmjet tij dhe popullit të tij nuk ka asnjë ndryshim. Të kërkoj leje të largohem, o njeri i mirë. Të ruajt Allahu birë, ki kujdes që mbretit mos marrë vesh asgjë për takimin tonë. Të premtoj se do të vi përsëri për të qëndruar me ty. Allahu të ruajt birë. Ky djalosh ka një zemër të mirë dhe nuk është përlyer me poshtërsinë e mbretit dhe të magjistarit të tij. Do të kujdesem vetë për të dhe do të mundohem t'ja mësoj rrugën e drejtë. Allahu biri im është krijuesi i gjithësisë dhe drejtuesi i gjithçkaje. Ai ka krijuar qiejt, ka krijuar yjet, po ashtu ai ka krijuar gjallësat dhe sendet. Nuk ka zot tjetër të adhuruar me merit veç Allahut. Do me thënë, Gjahduni është njeri i zakonshëm si ne. Dhe kush beson tek ai, qen ka në gabim. Lëshoje qesën o plak. A edhe janë këtë tingëllim? Edhe gjajtë me përqenë shumë. Më kënaj që kjo doj tingëllim. Që është kjo? Shpejt, zito, po vjen ushtria. Hapni rrugën, o kalon ushtria mbreti Gjahdun. Ju lutem, më ndihmoni. Kapni hajdutët e qesës sime, parat e mia. Prisni, më ndihmoni. Më ndihmoni. Si e ke hallin o plak? Eja, ngrihu se po të ndihmoj. Sa për më vonë qesën në të gjitha parat. Aty ishte gjithë puna ime. Ushtria nuk më ndihmoi të mbita ata. Të lutem, më ul atje. Unë jetoj këtu, birë, s'kam njeri. Në këtë kohë, njeri është i pasigurt, ndërsa mbreti as që dëm të di për popullin e tij. Mos u mërzit o plakush, pa dyshim do të vi një ditë që mbreti të bëhet ashtu siç dëshiron ti. Sikur të gjithë mbretit të ishin si mbreti Gjahdun. Ç'po thua kështu? Meritojnë t'i lutem Allahut kundër tyre, që ai të rrëzoj nga pushteti. Allahu është dëshmitar për ato që them dhe jam i vetëdijshëm për këtë fjalë. Mos u mërzit o plakush. Ç'është kjo? Monedh floriri. Ma jep? Kjo monedhe ka vlerë një lloj me kuletën që ma vëllën. Por, kjo është një ëndër. Përkundrazi, është e vërtet, është këmbimbja asaj që të vodhën. Sa gabim që fola për mbretin, do të lutem për atë në të ardhmen. Jori nuk arriti të kuptoj që unë nxora monedhën nga çanta ime. O Allah, sa qyteti raskapitur, fukarej,
të robëruar, zinxhir e pranga kudo, e xhelat që godasin pa mëshirë. Hime! Eja të hajme të ngopemi. Ju aty! Largoni! Të lutemi na fal mos ta rrinë. Të lutemi. Usta! Të lutemi na fal. Të poshtë. Usta! Hajde! Allahu biri im është krijuesi i gjithësisë dhe drejtuesi i gjithçkaje. Ai ka krijuar qiejt, ka krijuar yjet, po ashtu ai ka krijuar gjallësat dhe sendet. Nuk ka zot tjetër të adhuruar me merit veç Allahut. Hej, qëndra ty, fajnë kanë. Unë jam këtu me lejen e këshilltarit të mbretit. Jam me lejen e magjistarit Shejtun. Shumë mirë. Eja, jemi pritur. Hej, në të hapen portat! Sa e çuditshme. Vërtet mendon se ky djalosh është magjistar? Po, mendoj se kur të rritet, do të zëvendësoj magjistarin Shejtun. Ju lutem, kaloni këndej, magjistari Shejtun është duke ju pritur. Që është ky vend? Errësirë, pishtar që ndriçojnë dhe perde që fryen. Që janë gjithë këto statuja. O kjo hije që më ndjek nga prapë. Që nga hija e një pantere të zezë. A herë, më duhet të mbrahem. Kur nuk jam përballur me një bish të tillë në jetën time. Por frikë nuk kam. Sprapsoj bish, se do të vras. Do të vras. Tilo, mos i bëj keq. E këtu, duhet të dallosh mikun nga armiku. Ndryshe do të shndërojnë në një mbetëri. Tilo. Mirë se erdhe, Wada. Mirë se të gjej. Hija më ndiq. Tani ka ardhur koha e punës.
Punë? E çfarë pune me pret mua? O da, hëna shenka e plot këtë natë, dhe yjet e shndriqem zbukurojnë këtë qiell të kthjellët. Ata lidhatojnë lehtë muret e qytetit dhe hedhin mbi to një perdë drite të butë, duke ndriçuar çdo rrugë dhe lagje në qytet. E shikoj qytetin që këtu dhe më duket si i tërë qyteti është në duart e mia. Çfarë duhet të bësh ti që ta shtiesh qytetin në duart e tua? Pushteti dhe fuqia. Rruga për të ato arrihet me anë të frikës e njeriut nga e panjohura. Vetëm se frika. E panjohura e ma gjeps njeriun, dhe njeriu i ma gjepsër nështrohet para duarve të tua. Magjia dhe nështrimi i njerëzve. Kjo është profesioni ynë, o vada. Magjia është puna jonë. Magjia është puna jonë. Puna jonë. A kuptove tani? Po, e kuptova. E kuptova mirë. Shumë mirë, padroni im. Shumë mirë, duke që e djali zgjuar dhe ke aftësi për të mësuar. Kjo është shenjë mirë, por ke edhe një punë për të bërë, që është e vështirë ta krysh. A e di se për çfarë kam fjalën? Çfarë ka për qëllim ky mashtrues? E kam fjalën për besimin tim ndaj teje. Ti duhet ta fitosh atë. Se që kam një ndjenjë që ky është një mashtrues. Besimin tënd? Po, mërëta, duhet ta fitosh. Eja pra, more djalosh i zgjuar. Më ndiq, le të fillojmë punën. Dilo! Eja pra, më ndiq, më somb kohë. Shejtuni, bashkë me djaloshin, u futën në laboratorin e tyre, që ishte ndërtuar në kështjellën e mbretit Xhahadun, posaçërisht për të. Uedahu shikonte i çuditur enët dhe pajisit që përdorte shejtuni në magjit dhe mashtrimet e tij. Ai, me këto gjëra zakonisht nështronte njerëzit. Ajo që i fuste drithmat Uedahut ishte kur shikonte tërë ato egërsira që ishin të lidhura rreth një zinxhir dhe ato statuja të shëmtuara. Aty, Uedahu kuptoi me zgjuarsinë e tij se shejtuni me anë të këtyre sendeve donte ta friksonte atë dhe pastaj ta nështronte. Uedahu shikonte dhe bindej më tepër për prapësitë e këtij njeriu të poshtër. Nga ana e tij, shejtuni, duke punuar me eksperimentet e tij dhe duke përdorur britmat dhe veprimet e frikshme, kërkonte që të tmerronte djaloshin dhe të luante me sytë dhe mendjen e tij.
E megjithatë, Uedahu nuk po bindi në asgjë që shikonte. Mirpo, ai vendosi që të vazhdonte mësimin me magjistarin, derisa të mësonte gjithë sekretet e tij dhe të kishte mundësi që t'i shkatronte ato. Ky është një lëngë i çuditshëm. Ne kemi mundësi t'i mashtrojmë njerëzit dhe t'u themi që ne i lëvizim gjërat me anë të këtij lëngu. Nëse arrijmë këtë, atëherë do të na nashtrohen të gjithë. Nëse njerëzit e marrin vesh të vërtetën, atëherë ty nuk do të bindet asnjë njeri i mençur. Po të arrijmë të fitojmë besimin e tyre, do t'i kemi nënshtruar dhe do të na binden veprisht. Ne duhet të përpiqemi t'i bëjmë ata të mos mendojnë, se po filluan të mendojnë, atëherë për ne do të jetë fundi. Ne do t'i bëjmë njerëzit që të na ndjekin pas. Ne do të kemi në dorë frenat e pushtetit. Pasi Uedahu mori mësimin e parë nga magjistari shejtun, u kthye tek miku i tij, tek dietari i devotshëm e i mirë. Të adhurojnë zemrën time, ti frikë më mbjen, vetëm në ty unë të shpresoj, vetëm tek ti mbështetje të kem. O Allahu im, ty të adhurojnë zemrën time, Mirë se erdhe birim. Po, si më njohe pa më parë? Sepse këtë vend nuk e di askush përveç teje. Kur u largova prej këtu, shkova në qytet dhe pash vetëm padrejtësi, fukarallëk dhe shkatrim, sikur më parë. Ndërsa mbretja atje ishte zullumqar. Ai nuk shqetësohet për hallet e njerëzve dhe as që e ka idenë se çfarë ndodh në mbretërinë e tij. Ke filluar të dallosh të vërtetën nga e kota, po më shtohet besueshmëria tek ti. Të lutem, më fol për Allahun dhe ato libra që po lexoje. Allahu më birë, ka zbritur këtë libër si dhe librat të tjerë përpara këtij libri. I ka zbritur mbi të dërguarit e tij që të udhëzojë njerëzit në udhën e vërtetë. Në ato libra Allahu i madhëruar përdozonte besimtarët për mëshirën e tij. Çfarë janë të dërguarit? Të dërguarit janë njerëz si gjithë të tjerët, të cilët Allahu i ka përzgjedhur për t'i mësuar njerëzve për ekzistencën e krijuesit të tyre, që t'u mësojë atyre se si t'i binden atij dhe të paralajmërojë të gjithë ata që kundërshtojnë urdhrat dhe ligjet e tij. A nuk e dëgjuar më parë për ndonjë të dërguar? Nuk kam ditur asgjë, vetëm emrat Mafisto dhe Tomaton. Cilët janë këta? Ata janë magjistarët më të mëdhenj në të gjithë botën. Magjia të çon në mosbesim ndaj Allahut bir, ndaj bëj kujdes. Mbrëm shejtuni më tregoi një magji të tmerrshme, por megjithatë unë përsëri nuk u tremb nga ajo që pash, sepse kuptova se ai po përpiqej të më mashtronte, ashtu siç kishte mashtruar mbretin dhe shërbëtorët e tij. Shejtuni është djalli i vet. Ai mashtron njerëzit me magjinë e tij derisa t'i bëjë ata të besojnë se e keqja është e mirë. Kjo është e vërtetë, por unë jam në gjendje të rezistoj. Megjithatë, ai është shumë i fortë dhe arrin të bëjë për veten njerëzit për të arritur qëllimet e tij. Wallah më bir, kjo botë është e shkurtër dhe ka një fund. Sado fuqi dhe pushtet të arrijë shejtuni në këtë botë, një ditë ajo do të mbarojë, ndërsa rruga e së vërtetës, vetëm ajo ka për të na çuar drejt kënaqësisë së përjetshme që kurrë nuk mbaron. Biri im, Allahu është krijuesi i gjithësisë dhe komanduesi i tij. I tij është gjykimi dhe pushteti, ndërsa ne njerëzit jemi të krijuar prej tij. Hiqe.
Nuk jam naif. Unë e njoh shejtunin dhe qëllimet e tij të errët. I di synimet dhe orvajtjet e tij. Ai dëshiron të shtijë në dorë të gjithë vendin. Shejtuni ka arritur të mashtrojë mbretin dhe shërbëtorët e tij e të shtyp njerëzit. Ai ka larguar ata nga adhurimi i Allahut. Kam për ta shkatruar atë dhe magjinë e tij. Allahu të ruaj bir. Mirupafshim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Të mjerët ju, përse nuk punoni? Mjeshtri është ankuar për ju. A nuk jam unë mbreti juaj dhe ju robërit e mi? Duam pare tona. Nuk jemi robër të askujt, jemi lindur të lirë. Të mjerët ju, ç'po thoni? Ejani shpejt dhe I kërkoni falje shkëlqësisë së tij. E si ta respektojmë atë, po e na quan në robët e tij. Nuk I kërkojmë falje. Duam hakun ton, duam pare tona, duam djersën ton, duam pare tona, duam djersën ton. E keni shqetësuar mbretin tuaj, më keni shqetësuar, o ushtria ime. Nuk na trem me ushtrin tënde, duam pare tona. O ushtria ime, mi shfarosni këta sklevër, I vrisni, të gjithë. Mbreti im, shkëlqësi, trego mëshirë, mos I vra, sepse po I vrave ata nuk ka më kusht të punoj. Frikësoj në mënyrë tjetër, mjeshtër, për këtë është magjisari shejtun. Shkëlqësi, ju e dini mirë, ai është në shërbimin tuaj. Shkëlqësi, po vjen shejtuni. Shejtuni erdhi në kohën e duhur. Ju keni shkelur urdhrin e mbretit tuaj, dhe ai është zemëruar me ju. Tani ju pret një dënim I të marshëm. Shropora! Shropora! Mos thyeni urdhrin e mbretit tuaj, se ndryshe do të pendoheni. Binduni atij që të jetoni ju dhe familjet e juaja të sigurt. Këtu janë 6.000 libra dhe shkrimi që flasin për metodat e magjisë në kohët e vjetra deri në kohët. Lexoj ato. Kështu, dita ditës, Uedahu mëson të gjithmonë më shumë rreth magjisë. Ai tashmë kishte lexuar një numër të madh nga librat e magjisë dhe të djallit. Mundohej të zbulonte simbole dhe të mësonte mënyra të lloj-llojshme në përdorimin e magjisë. Por dëshira e tij për njohjen e Allahut ishte më e madhe. Ai her pas here shkonte tek miku I tij, dietari I mençur që banonte në shpellën larg qytetit. Të lutem më fol më shumë për Allahun. Dua të di më shumë. Birim, Allahu është krijuesi I gjithësisë dhe komanduesi I tij. I tij është gjykimi dhe pushteti, ndërsa ne njerëzit jemi të krijuar prej tij. Atij I bindemi dhe nuk adhurojmë tjetër veç tij, dhe nuk pranojmë asnjë gjykim tjetër që del në kundërshtim me ligjet e tij. Kjo është domethënia e fjalës së shahadetit. Nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahut. Gjurmova pas lumturis, lypan toke, lypan det. Nuk lash vend pa e kërku, lumturin ke pos kam qet. Nuk lash vend pa e kërku, lumturin ke pos kam qet.
më në fund e kam kuptu se dunjaja qenë ka kosh, jo nuk vlen për ta me dham, as një lirë e as një grosh, jo nuk vlen për ta me dham, as një lirë e as një grosh. Mos u nda shumë o njeri në stacionin e dënjas, kalimtarje në këtë bot, ahiret do ka me pas. Se kjo jetë shumë e shkurt dhe kalon kish pa e vrej, atë që keme punu në ahiret do keme gje, atë që keme punu në ahiret do keme gje. Dhe mjafton ty një kafshat, o robi dinari tan, se bohesh çdo shtrëngum, a di se krejt. O Edahu shikonte se si këshilltarët e mbretit me hipokrizi i bënin lajka atij dhe i jepnin këshilla të kota për të fituar një kothere më shumë. Shkëlqësi, me anë të eksperimenteve të mia, kam dalë në një rezultat të rrezikshëm. Të këshilloj, mbreti im, të mos hash shumë mish në këtë kohë, sepse do të sëmuresh me dhimbjet e forta në kokë. E vështirë për të bërë, por do të përpiqem ta paksoj ndonjëherë. Padroni im, të kemi bërë disa analiza dhe mendojmë se ilaçi më i mirë për të shëruar sëmundjen tënde është të hash gjellë të gatuar me mëlçi, truzojsh dhe shumë mish. Atëherë duhet të ha më shumë mish. Po të më pyetsh mu madhnia juaj, duhet me e lanë fare hangjen e mishit, se do kthesh në skelet kockash në ma. E merr vesh apo ja? Si? Skelet kockash? Po pra. Çfarë je duke thënë? O madhnia juaj, më duket se je ndiku nga një magji që ta ka bën mbreti armiqve tanë. Çfarë? Kështu që duhet me e lanë sa më shpejt kështjellën. E merr vesh apo ja? Më sillni shejtunin shpejt. Madhëria juaj mbreti Xahtun, në përkujtim të vitit të 20 të hipjes tënde në front, ti je bërë mbreti më madhështor, ndërmjet të gjithë mbretëve të tokës. Të urojmë përherje të gjatë dhe shëndet të plot. Gjithashtu, ne edhe një herë të shprehim besimin ton, se do të mbetemi gjithmonë një popull besnik për ty. E çfarë është magjia dhe mashtrimet e saj? Kush do të ishte ai magjistar që të krijonte këtë trandafil të bukur dhe kaq magjepës? Patjetër që krijuesi kësaj lëndine lulesh është madhështor dhe nuk i ngjan mbretit ton dhe statuejave prej guri që ai adhuron. Shoh tek ty dëshirën për të mësuar dhe je duke përparuar shpejt me dijet e tua rreth Allahut. Mendoj se një ditë ti duhet të marrësh një tjetër detyrë madhështore për njerëzit. Të lumt, valla, ti do të jesh një magjistar i mirë. Bashkë kemi për të arritur të gjitha qëllimet që synojmë. Cilët nga këta të dy duhet të ndjek? Dietarin apo magjistarin? Nuk e di si t'ja bëj. Njeriun e urtë apo shejtunin? Dietarin apo magjistarin? Kemi një problem këtu. Ç'po ndodh këtu? Largojeni këtë kafshë nga rruga. Duam të kalojmë. Nuk po mundemi ta largojmë nga rruga.
është shumë e rëndë, dhe vetë kjo kafsh s'do që të lëviz. Lajmëroni mbretin Xhadun që të na dërgoj magjistarin Shejtun. Ç'po ndodh këtu? Kjo kafsh nuk do që të ngrihet nga rruga. A nuk jeti ndihmës i magjistarit Shejton? Atëherë ti mundesh që të na ndihmosh. Duam të kalojmë dhe rruga është shumë e ngushtë. Kjo është shumë e lehtë për nxorësin e Shejtonit. Sot do të bindem se dija që mësoj për Allahun është më e mirë se magjia e Shejtonit. Sot do të triumfoj e vërteta dhe do t'i mësoj njerëzve mashtrimet e magjisë. Bismillahi, Allahu Ekber, me emrin e Allahut. Allahu është më Ç'po bën ky djalosh? Vërtet, ç'po bën ky djalosh? lartësuar nga çdo gjë që ne kemi frikë dhe na mundon. Bismillahi, Allahu Ekber. A ishte kjo një magji? Jo, kjo ishte ndihma e Allahut, krijuesi të gjithësisë madhështore. Ai ka krijuar çdo gjë. Kur dëshiron të ndodh diçka, mjafton të thotë bëhu dhe ajo bëhet. Të gjitha krijesat i binden dëshirës dhe fuqisë së tij. Asgjë, sado e vogël të jetë, nuk mundet të lëviz pa lejen e tij. Atëherë pas ka një Zot që ka krijuar këtë gjithësi. Po, ai është Allahu i plot fuqishmi. Vetëm ai e meriton për uljen, bindjen dhe respektin e plot, ndërsa mbreti është një krijesë e Allahut dhe nuk ndryshon nga ju në asgjë. Si ka mundësi që një njeri të sëmuret dhe të vdes, ta kemi frikë më shumë se Allahun e madh? Unë kam një djalë të sëmur. A ke mundësi të ma shërosh? Vetëm Allahu është shëruesi. Nëse dëshiron do t'i lutem Allahut që ta shëroj. Gojët e njerëzve po përhapin një fjalë të çuditshme. Kjo fjalë flitet në çdo rrugë dhe shtëpi, mbretim. Do që të thuar se flasim për kështjellën madhështore që po ndërtojmë? E di, njerëzit mezi po presin ta shikojnë këtë kryevepër të mrekullueshme. Jo, e kam fjalën për ndihmësin e Shejtunit, i cili vrau kafshën. Kafshë. Cilën kafsh? Ajo ishte një kafshë shumë e madhe që kishte zënë rrugën dhe pengonte njerëzit. E çfarë ka këtu? A nuk është magjistar ai, siç më patë thënë më parë? Ashtu është, por ai nuk përdori magjinë. Po si atëherë arriti ta vriste kafshën? A përdori ndonjë marifet që ne nuk e dim? Ai nuk përdori ndonjë mjet, por bëi diçka edhe më të çuditshme. Ai kërkoi ndihmë nga Allahu. Po, nga Allahu. Allahu. Si the nga kush? Allah. Allah, po pastaj ç'ndodhi? Ai thot se Allahu është krijuesi i qiejve dhe i tokës. Mjaft! Le të më vi këtu Shejtuni, me njëherë. Në urdhrat e shkëlqësisë suaj, mbretim Xhadun. Allah, kjo fjalë përsëri ka filluar të dëgjohet në gojët e njerëzve. Kësaj here nga goja e ndihmësit tënd. Nuk ka mundësi. O magjistar, ndihmësi i kërkoi ndihmë Allahut, kur deshi të largoj kafshën nga rruga, dhe vrau atë me një gur të vetëm në dorë. Pastaj u sqaroi njerëzve se magjia nuk mund të veprojë në asgjë, dhe se ti i gënjen ata me magji dhe hipnotizimet e tua mashtruese. U tha atyre se ti je i paaft dhe i dobët, ndërsa Allahu është krijuesi i gjithësisë dhe nuk ka zot tjetër të adhuruar me merit veç ti. Kjo çështje është interesante. Por duhet ta dim si ndodhi. Tartun, tuajrun, si mendoni, çfarë të bëjmë? Mendoj se duhet ta vrasim që të mos i përhap këto fjalë tek njerëzit. Nëse e vrasim, njerëzit do të kujtojnë se ai kishte të drejtë dhe do të na kundërvijen më shumë. Mendoj të gjejmë ndonjë mënyrë tjetër. Le të presim pak kohë që të mendojmë më shumë për këtë çështje.
Harxova 20 vjet derisa arrita të vendos pozitat e shtetit tim dhe ta fshin nga mendja e njerëzve emrin e babait tim, mbretit Abdun, që adhuronte Allahun dhe i mësonte njerëzit me të. Unë kam vënë kurorën e mbretit dhe nuk i lejoj askujt që të hedhë në erë këtë. Mund të kem harxuar për këtë tërë këto vite. Kur nuk do të lejoj, kur? Tim, do të merr unë me këtë çështje. Të shoh si ka ndodhur. Do të mësoj nëse ishte apo jo Allahu, ai që ka bërë këtë. Mësuesit. Tani, ti biri dashur, je duke u futur në një përvojë të re të jetës tënde. Do të përballesh me shumë mundime. Përse? Sepse ti beson tek Allahu dhe kjo gjë nuk i kënaq ata njerëz që ndjekin Gjahdunin. Unë u mundova të mësoj njerëzve besimin te krijuesi i tyre, por me sa po kuptoj, kjo rrezikon fronin e mbretit. Allahu nuk erdhi tek unë. Kjo do të thotë se qenë ka vërtet. Pse duhet ta bënte këtë? Pse? Het, hier! Ministri i mbretit në këtë orë të vonë? Waddah, ti e di se shejtuni mi vërboj syt, në vend që ti mi shëronte siç më pati premtuar. Unë kam dëgjuar rreth historisë tënde me kafshën. Mbreti është zëmruar shumë me ty. Prandaj kujdes, mos shko në kështjellën e tij. Kujdes biri im, ti e di sa shumë të dua të mirën. Për këtë arsye do të paralajmëroj. Mos shko më atje biri im. S'ka për të na ndodhur asgjë pa lejen e Allahut. Të lutem, pranoje këtë dhuratë modeste nga unë. Por, për çfarë arsyeje? Nëse do të mundesh të më shërosh sytë e mi, këto do të jenë të tuat. Allahu na ruajt, unë nuk mund të shëroj askënd. Shëruesi është vetëm Allahu. Nëse ti beson atij, atëherë le ti lutemi atij që të shëroj. Si është e mundur kjo, morbirim? Shumë e lehtë. Allahu është krijuesi çdo gjëje dhe është i aftë të bëjë çdo gjë. Nëse ti beson atij, atëherë lutju vetëm atij. Vetëm ty do të besoj, o Allahu im, dhe do të ndjek të dërguarit e tu. O Allah, ai është robi yt dhe dëshmon se nuk ka zot tjetër veç teje. Dëshmon se është ndjekës i të dërguarve të tu. Të lutem, shëroje atë dhe ktheja shikimin. Vetëm ty do të besoj, o Allahu im, dhe do të ndjek të dërguarit e tu. Ty të takon falenderimi, o Allah. Ti ma ktheve shikimin. Ministri im, to e runi u vënua për në mbledhje. Po su me rakosni, sa po mbërita? To e run, kushtari ktheu shikimin? Allahu i madhëruar, Allahu im dhe Allahu yt o mbret. To e run, edhe ti kështu. E sikur që e ka bërë Allahu? Falenderoj Allahun. Asnjëherë nuk kam qenë më mirë se tani. Ke takuar? Po, kam takuar Waddahun dhe më tregoi udhën e drejtë, udhën e vërtet. Tuairun, Allahu im edhe ti Tuairun thua kështu?
Erdha të kryej detyrën time si këshilltar i mbretit. Këtë këshill e kam për të gjithë ju. Lëreni djaloshin në punën e tij, ai ka për qëllim të pastrojë mendjet e njerëzve nga humbja dhe besytnit, dhe të udhëzojë ata në rrugën e drejtë. Unë jam mbreti dhe duhet të më bindesh, a kupton? Unë jam mbreti dhe kam fuqi të bëj çdo gjë. Nëse i aftë e ke fuqi, atëherë pse s'më ktheve shikimin? Ti nuk mund të pretendosh këto gjëra, sepse nuk mundesh. Errani Tuaironin dhe futeni në burg. Mirë ju, po ju shpëtoj nga duart. Nëse do të doja të arrëtisesha, nuk do të kisha ardhur fare para jush. Hajde tani, lëviz, eja. Oh, jeta ime. A thua po i vjen fundi mbretërimit tim? A nuk jam unë mbreti o shejtun? Mos ki frik, mbreti ynë, të jesh i bindur se ti do të jesh mbreti vetëm, të cili do t'i nënshtrohen të gjithë vendet. Ti ke një zgjuarsi të rrallë dhe një fuqi të jashtëzakonshme që të bën të meritosh suntimin e gjithë popujve. Ktheheni përmbys qytetin derisa ta gjeni Uedahun dhe të ma bini para meje. Këtu, përpara, Tartun, le të bëhet shumë madhështore festa kësaj jave. Do të kënaqeni shumë. Ka për ta ndihmuar, përderisa ky mbret më vjen sipas dëshirave të mia. Mbreti nuk po i lejon të vetes mundësin për të penduar dhe për të kthyer tek Allahu. Madje ai asjeçonte në mendje fuqinë e Allahut dhe madhështinë që ai kishte krijuar te krijesat e tij. Edhe ndihmësit e tij ishin po ashtu si ai. Nga ana tjetër, njerëzit sa vinin e shtoheshin përreth Uedahut dhe i kërkonin që t'i ndihmonte dhe të mësonte se si të besonin tek Allahu dhe të ktheheshin te rruga e tij e mbarësisë. A thua do të mundesh ti të shërosh djalin tim? Unë nuk mund të shëroj askënd. Shëruesi dhe zgjidhësi i halleve tuaja është vetëm Allahu. Allahu i pashoq. Besoni tek Allahu. Besoni tek ai dhe vetëm atij i drejtoni lutjet tuaja. Vetëm ai do t'ju shëroj. Fjala la ilaha illa Allah është fjala e besimit, se nuk ka zot tjetër veç Allahut, ndërsa Gjahduni nuk është gjë tjetër, veç se një krijesë ashtu si ne. Kërkojeni atje! Kur e ke parë Uedahun? Kur? Kur e ke parë Uedahun? Kur? Ma besot, ai nuk ka ardhur këtu. Jo, asnjëherë se kam parë atë djalosh në jetën time. Kemi kërkuar gjithandej, por s'kemi gjetur asnjë gjumë të Uedahut. Shkatrojeni të gjitha. Hiqini në shtëpi. Asgjë të mos ngel në këmbë. Mbreti organizoi një festë madhështore ku servireshin lloje të ndryshme ushqimesh, pijesh e gjellësh njëra pas tjetrës, duke dendur barqit të ftuarve. Ai kishte thirrur shumë prestigjatorë dhe magjistar, të cilët bënin numra magjie për të argëtuar të pranishmit. Lojrat dhe argëtimet e zbavisnin tej mase mbretin Gjahdun. Në të njëjtën kohë, Uedahu u fliste njerëzve dhe u mësonte atyre të vërtetat rreth besimit tek Allahu. Allahu është krijuesi i qiejve dhe i tokës. I tij është gjykimi mbi gjithçka. Ai është mëshiruesi.
Allahu ka premtuar robërve të tij besimtar, qofshin ata burra apo gra, se do të kenë një jetë të lumtur në këtë botë dhe në ahiret, si shpërblim të punëve të tyre të mira. Ata e din të vërtetën dhe e mbajnë të fshehur. Atyre i është rritur mendja me pushtetin që kanë. Nëse dikush u thot atyre ki frikë Allahun, ata zemrohen dhe bëhen edhe më shumë kryeneç ndaj besimit te Krijuesi. E lutim Allahun që të mos na bëj prej këtyre njerëzve. Ai shkreti mendon se është më i forti i njerëzve. Mbreti është njeri ashtu si kur ju, nuk ka asnjë dallim midis jush dhe atij. Të gjithë jemi robër të Allahut. Ai është si ne, mendon si ne, jeton dhe se muret, vuan si çdo njeri nga ne. Ha, pi, fle si çdo krijesë tjetër, ndërsa Allahu është i lartësuar nga të gjitha këto. Dijeni se mbreti dhe magjistari i tij kanë 20 vjet që punojnë vetëm për t'ju larguar nga e vërteta, për t'ju larguar nga adhurimi i Allahut, që të jeni robërit e tyre dhe t'i nënshtroheni plotësisht atyre. Për këtë arsye, nuk kanë për të fituar mëshirën e Allahut dhe kënaqësinë e tij. Me emrin e Allahut duhet të fillojmë çdo vepër, sepse vetëm ai i mëshiron robërit e tij, dhe ne për këtë duhet ta falenderojmë Allahun ashtu siç e meriton ai. Vetëm atij duhet i besojmë dhe t'i bindemi, se do të ketë një ditë gjykimi. Vetëm ai e meriton adhurimin dhe vetëm atij duhet i kërkohet ndihma. Shikoni, njëri prej tyre po vjen drejt nesh. Ai është atje, shpejtoni. Ushtarët po na afrohen, të ikim shpejt. Ata më kërkojnë mua, mos keni frikë. Patjetër që tani është kohë që unë të shpallhapur të vërtetën dhe të përballem me gënjeshtrat e tyre. Eja me ne. Dëgjoj fjalët e mia. A dëgjoj ty? Kam kohë që të kërkoj. Prandaj mos u përpiq të më shpëtosh. Hajde, shpejt! Dëgjoj këtu ti, para se ta marrësh, se për ndryshe... Qetësohuni. Do të vi me ju, dashtë Allahu. Hajde pra, le të shkojmë o ushtar. Më në fund, erdhe. Për ulu dhe më kërko falje për veprimet e tua. Nuk i përulem as kujt veç Allahut. Allahu tim dhe Allahu tënd. Do të përulesh patjetër. Por e poshtër, do të dënohesh rreptësisht, sepse pata besim të ty, por i pabes. Lëre, let na tregoj se çfarë ju mëson njerëzve për Allahun. Allahu është ai që më ka krijuar. Ai më udhëzon, ai më ushqen dhe nëse se murem, vetëm ai më shëron. Edhe unë e bëj këtë gjë. Ushqej njerëzit dhe u jap të pinë. Unë ta mësova ty dijen time dhe magjin. Ju nuk jeni gjë tjetër vetëm njerëz si ne. Do të vdisni dhe do të ringjalleni ditën e gjykimit. Ti po në vlerëson fuqinë time? Ti i mohon mirësitë e Allahut që ti ka dhuruar. Unë jam mbreti vetëm, gjykatësi i njerëzve. Unë! Kështu kanë thënë dhe mbretër të tjerë përpara teje, por Allahu i ka shkatëruar. Gjithësinë dhe krijesat nuk i zotron askush përveç Allahut. Aha? Kush je ti? Kush je ti që më flet në këtë mënyrë? Kush je, fol?
Ai e ka humbur logjikën e tij, madhëri. Fjalët e tij janë një lloj si fjalët e atyre që ishin para tij. Roje, merri këtë të çmendur, çoje në buzë të Greminës, dhe nëse nuk ndërron mendimet e tij, hidhni poshtë në humner. Si ka mundësi një djalosh në atë moshë të ditë tërë këto gjëra? A ka mundësi të ketë lexuar librat që kishte shpërndar babai im? Po ne i zhdukëm ato. Madhëri, mendoj se e di burimin se ku ka mësuar ky djalosh. Edhe mua më merr mendja. Është ajo që mendon ti. Tartun është ai dietari. Të jetë valla ai njeri, si ka mundësi që e kemi harruar deri tani? Ai është koka gjë këtyre problemeve, madhëri. Si? Ai dietari, me sa kujtoj ai është larguar nga qyteti që prej 20 vjetësh. U fshe dhe humbi përgjithmonë. E vërtet që ka lënë qytetin, por si duket, nuk qenë ka larguar shumë. Unë mund të zbuloj se ku mund të jetë fshehur. Ku? Ma merr mendja se ai qëndron në një vend ndërmjet qytetit dhe shtëpisë së Vodahut. Ai është djaloshi që na mësoi për besimin tek Allahu. O ushtar, për ku e çoni? Mos u mërsit mërbur, pas pak ai ka për të qetësuar për gjithmonë. Shkoj mblidhi trimat e t'i zëm prit të kontra e gjelbër. E dëgjove? Mësuesi nderuar, si arritëm të gjenin? Ata e kuptuan burimin e besimit tënd, biri im, dhe duke kërkuar gjetën vendin se ku qëndroja. Lëviz, vreti po të vërë. Duro mësues, sepse kjo është luftë në rrugën e Allahut. Ashtu është, birë, dhe shpresoj të takohemi në xhennet në dasht Allahut. Lam të mirë mësues, e takohemi në xhennet siç ka premtuar Allahu. Ata janë atje. Para vlezër, Allahu Akbar! Nëse afroheni një hap, ja preva kokën djaloshit. Nuk është nevoja për dhunë. Do të shkoj me ata. Jam i bindur se Allahu do të më ndihmoj. Nuk i lejojmë ata që të vrasin. Mos u shqetësoni. Nuk më ndodh asgjë përveç asaj që Allahu e ka planifikuar për mua. Kthehuni në qytet dhe i lajmëroni njerëzit për mua. Dijeni se Allahu do ta ndihmoj fenë e tij. E janë i vlezër, le të kthehemi. Do të vdesësh nëse nuk ndëron mendin. Ndërsa mua më vjen keq për ju, sepse mbreti Xahdun po ju shtyn që të bëni luftë me Allahun. Atëherë ti nuk kthehesh, kështu që është e sigurt se do të vdesësh. Prandaj mendohu mirë, o djalosh. Nëse kjo është dëshira e Allahut, atëherë unë e pranoj me kënaqësi në shpirtit tim. Por ty dhe shokëve të tu, ju duhet të shpëtoni kokën nëse do të mundeni nga dënimi i Allahut. Kujton se po më frikson. Hajde, lëviz, përpara. Unë po ju këshilloj. Ti po na bën magji. Shpëtoje pra vetëm nëse do mundesh.
Pra, hidheni në humner. O ushtar, unë po ju ftoj që të besoni tek Allahu dhe të mos i bëni shok atij. La ilaha illallah. Nuk ka zot tjetër të adhuruar veç teje, o Allah. O Allah, më ndihmo kundër tyre, si të duash dhe me çfarë të duash ti. O bie, o bani! Lërën, Shikoni, Allahu po vjen. Vërtet, Allahu e ndihmoi atë nga ushtarët që donin ta vrisnin. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu im, të falenderoj që më ndihmove në misionin tim dhe më udhëzove në udhën e drejtë. Allah, të falenderojmë që na shpëtove këtë djalë. Mirë se na erdhe. Assalamu alaikum, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë në ju. I bra që në kë koka e të gjitha këtyre problemeve. I ke hyrë në hak popullit dhe pushteti yt nuk do të zgjas shumë. Populli është pronë ati që e komandon atë. Atëherë, shko dhe bëhu kryetar në një vend të shkret pa njerëz. Unë kam zbatuar ligje. Cilat ligje? Ti ke hedhur poshtë ligjet e Allahut dhe nuk i përfill ato. Mjaft, jam mërzitur shumë me fjalët e tua. Tani nuk mund të të dëgjoj më. Xhelat, merre këtë njeri dhe preja kokën. Qëndroni aty. Çfarë kërkoni? Dua të takoj mbretin Xahdun. Hyr vetëm ti. Pra, lëviz. Ndërsa ju të tjerët, qëndroni aty. Prit, mos e fut pa leje. Çfarë bëre me ushtarët e mi? Ku janë ata? Fol! Ushtarët e tu i lash atje, në mal. Çfarë i duke thënë? Allahu dërgoi një erë të fortë, që i hodhi ata në humner. Po ti si arrite të shpëtosh nga ajo erë? Fol! Unë shpëtova me fuqinë dhe ndihmën e Allahut. Është një mrekulli që e dëshmuan shumë nga njerëzit, të cilët janë bindur për fuqinë e Allahut. Gjepura, kjo ishte një rastësi asgjë më shumë, ose ndoshta një magji. Magjistarët nuk kanë mundur se si të mbrohen para stuis. Të mos e zgjasim shumë. Do të të presim kokën ashtu si që bëm dhe mësuesit tënd edhe ministrit verbër. Ti arrite të vrasësh trupat e tyre, por jo shpirtrat e tyre. Unë do të takohem me ta në xhenet me lejen e Allahut. Gjelat! Madhëri, të më falësh. Ky djalosh ka bërë emër të madh tek njerëzit. Prandaj nëse e vrasim, do të na kundërvihen të gjithë. Më mirë të shpallim, sikur kemi larguar nga qyteti, ndërsa ushtarët tanë ta marrin me vete në anije dhe ta mbysin në det, duke lidhur një gur të madh që t'ia çojnë në fund të detit. Me këtë gur patjetër do t'ja humbim çdo gjurmë. Le të niset anija. Kapiten, të ngrihet Speranca. Ngrini Sperancën! Hapini vela!
Sikur të isha në vendin tënd, nuk isha për ta menduar ty. Kur nuk kam për ta mohuar Allah, tani që më ka udhëzuar në udhën e drejtë dhe të vërtetë. Si kështu ti? A nuk dëshiron të jetosh? Sigurisht që po, por më shumë dua Allahun. Ina aty yt ka për të marrë më qafë djalosh. O Zot, më ndihmo kundër atyre. Për të piruj sa të ngopet. Hej, një stuhi e fort po drejtohet nga ne! A do t'jetë problem për ne, kjo fortun? Dal gigante po vinë drejt nesh. Nuk kam parë kur më parë si këto dalgë. Të gjithë në përmendje! Prit militarët e velave! O Allah, unë jam robi yt, të lutem më shpëto nga mbytja. O mbytemi! O mbytemi! Mania për qatë në mes! Agresim! Mania për mundosim! O mbytemi! Të arrim sa më shpejt atë në vizdi. Ti për të shlukuar, Mordelosh, po të pjesësh me ne! Ne të mbytemi ndosa ky të shpëton. Fortuna filloi papritmas dhe me njëherë mbaroi. Si ka mundësi? Çfarë ndodhi? Shikoni mbeturinat e anijes mbi ujë. Po, qenka dhe Wodahu atje. I gjallë, pas ka shpëtuar. E ke fjalën për atë djalin që e dërgoi mbreti për ta mbytur? Më duket se po. Le të shkojmë të shohim. Ejan, nëse është ai, atëherë unë kam për t'i besuar Allahun. Po, është ai dora vet. Arrite të shpëtosh? Ishte Allahu ai që më shpëtoi mua. Ku janë ushtarët? Ata u mbytën për të qenë argument nga Allahu. Eja Nil, le të shkojmë tek mbreti. Po, shkojmë. Ti është e pamundur. Wodahu. O mbret, Allahu është më i forti. Ai i shkatroi ushtarët e tu dhe ti do të shkosh pas tyre. O Xahdun zullumçari. Largohu nga unë. Jo, nuk është e vërtet. Njeri e ti apo fantazëm? Sa e radhe do të vras me dorën time. Kush është ai që ta ka mësuar këtë magji? Ti nuk je për të dalë kur mbi mua. Do të shikosh se çfarë kam për të bërë me ty. Shrabora! Shrabora! Po të mundohesh, o shejtun. Ti nuk mund të më friksosh mua me këto marrëzit e tua. Gjelati! Ku është Gjelati? As Gjelati nuk ka për t'ju hyrë në punë me mua. Shoj edhe këtë në tehun e shpatës, si përfundoi mësuesi i vet dhe ministri i verbër. U thaft ajo dorë që vret njerëzit besimtar. Ha pra, preja kokën, shpejt, çfarë pret më?
Shpata ime është më e fortë se magjia jote. E pra, preja kokën, shpejt, çfarë pret më? Oh, nuk mundem të lëviz me duart. Besom, o Gjahdun, ti kur nuk do të mundesh të më vrasësh mua. Ti nuk je gjë tjetër veç se një magjistar që përpiqesh të më mashtrosh. Unë nuk jam magjistar. Ti e di mirë këtë, Gjahdun. Nëse me të vërtet dëshiron të më vrasësh mua, do të mësoj se si t'ja arrish kësaj. Vrasjen tënde? Dhe ti do të vdesësh? Po, edhe unë do të vdes. Mblidhi njerëzit në qendër të qytetit dhe në një front të lartë qëndro përpara meje me hark dhe shigjet në dorë. Nëse po vazhdon të tallesh me mua, kam për të vrarë me dorën time. Tartun, si mendon ti për këtë mënyrë? Ide e bukur, kur njerëzit të shohin vdekjen e këtij, do të zbrasin nga besimi i tyre tek Allahu. Ashtu është. Dhe atëherë do t'i kemi lartë duart nga ky ngatrestar i vogël. Mos u gëzo shumë me vdekjen time, sepse çmimi do të jetë i shtrenjtë. Debisa! Çfarë mangë thije ti mërvoda? Do të bëhet dëshira e Allahut. Nuk do të kenë mundësi t'i bëjnë asgjë të keqe ati. Dua të mësoj më shumë për Allahun. O, Milet! Mbreti Gjahdun ka vendosur dënimin e Wadahut, duke qelluar me shigjet vetë në dorën e tij. Se zgjodhe këtë mënyrë. Përgjigjen do ta kuptosh pas vdekjes sime. Ti vetëm përmbaju kushtit. Me emrin e Allahut, Allahut të këtij djali. Çfarë po ndodh? Më gënjeve! Njerëzit nuk e dëgjuan nga goja jote me emrin e Allahut, Allahut të këtij djali. Me emrin e Allahut, Allahut të këtij djali. Arrita ta godas. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me merit veç Allah. O njerëz, mbreti e vrau atë, vetëm pasi përmendi emrin e Allahut. Wallahu vdiq, vetëm për të na treguar se Allahu është krijuesi ynë. Ne vetëm atë të adhurojmë. Ndodhi ajo që ja kisha frikën. Të gjithë njerëzit shpërthyen në kryengritje për besimin e tyre. Ata po kërkojnë përsëri besimin tek Allahu që ishte në kohën e babait tim Abdunit. Jo, nuk ka mundësi. Ushtar! Hapni endeqet të mëdhenj dhe mbushini me ziftë të nxehtë. Mos lejoni askënd të shpëtoj, derisa ta hedhin poshtë besimin tek Allahu. Allahu biri im është krijuesi i gjithësisë dhe drejtuesi i gjithë shkaje. Ai ka krijuar qiejt, ka krijuar yjet, po ashtu ai ka krijuar gjallësat dhe sendet. Nuk ka zot tjetër të adhuruar me merit veç Allahut. Walhamdulillah. Wa la ilaha illa Allah. Allahu akbar.
Po tani, a do heqësh dorë nga besimi yt më i grua? O Allah, si të bëj me fëmijën tim? Nëna ime, po e dorohesh me Vahidhun. Çfarë? Sepse ti je në udhë të vërtet. Allahu i dha goj fosh njësime. Më lini, lërmëni, lërmëni! Besoni tek Allah. Besoni tek ai dhe vetëm atij i drejtoni lutjet tuaja. Vetëm ai do t'ju shëroj. Fjala la ilaha illa Allah është fjala e besimit, se nuk ka zot tjetër veç Allahut, ndërsa Gjahduni nuk është gjë tjetër veç se një krijesë ashtu si ne.